Po ledrivula mu lajmëron telefon dhe Nalë mos postom muzika mos. Jo, realisht muzika më ka ecë shumë mirë. Edhe pse 2 muzika i kom bo, muzika e dytë kapi mirë. Për një javë i boni diku 500.000 klikime. Real. S'kom shti parë me blej, se shtrejt janë me blej. Këto që thojnë blejnë, do të më konë... S'kam parë me blej. Dush me pas pak parë me blej klikime. Ulla, 1.300.000 euro bëjnë. 3.000 euro. Po. Tazë më abet, Edhe nuk e kom blej. Unë kur njëtë s'kom blej klikime. I kom pas një me këtë real. Ja dy so emi. Që e kam këshiltar të YouTube-it. I kalzoj natë. Edhe nuk kom blej, do më thonë, 500.000 klikimi i bona real. Po problemi pse nuk e vazhdova, e dy ta shënam podcast edhe muj me fol lire, s'kam nevoj me vë filma. Aspekt fetar. Muzika haram. Pse keq? Po, jo, po bon mundi keq. Jo vetëm. Ti babën hoxhë gia më kallzon këtu. Keshave stash që është haram. Keshave valla, keshja jam të po mirë. Kisha nuk thash që s'është haram. Edhe shkaku që muzika haram u distancova për muzikës. Se realisht më shkoj ke një pjesë e madhe, me thonë, ma shumë se 10 orë, 15 orë, bëm makina edit edhe flesha në studio, jo studio temën kështu, studio e muzikës, dallon për studios YouTube-it. Po. Edhe para menoj 10 orë, i ki buferat që tu, edhe 10 orë është basni, bam, 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 bam. Po, na i dit i kujtohet ati shejtanit, thot, shka të vohe ke. Ku akti ka unë ki? Po, ki dhe ka me më kalu muë. Në kiptej me paska. Po.